po vetëm për kanceret e femrave, Royal Marsden, në Londër, në zonën perëndimore të Londrës, edhe më ka thonë që merr kohë 10 deri në 2 javë. Unë se shqiptare e Kosovës, kam thonë jo, nuk kam mundësi me prita gjatë se kam biletën për me udhëtu për Prishtinë. Edhe më ka thonë, okej, nëse më premton që do të kontrollohesh atje në Kosovë, unë ta shty takimin për kur kthehesh, se unë kam pas me najt 3-4 muaj. Edhe e kom marrë shumë qetësisht, do me thonë, edhe kom marrë në Kosovë, kam mas disa jave, kam shku në vizitë te Daja, kam Daja në Pej, edhe vajza e Dajës është shefe e urologjisë, më ka dërgu të një kolege saj në ginekologji, në një kontroll të shkurt, edhe më kanë thonë, nuk është shumë diçka e madhe. Mendoj, ndoshta edhe ultrazoni nuk ka qenë i përditësum, nuk ka qenë i mjaftueshëm, i rregullt. Mirë, po unë kur e kom dëgju atë, kom mendu që s'është kur gjë, mund t'jetë ndoshta gjendër dhjamore, ose fibroadenoma, se kemi mjek shumë familje dhe e kom pasi diçka të thjesht. Edhe kom vazhdu pushimin në Kosovë, pa kur far brenge. Edhe kur jam kthy në Angli, mas 3-4 muajsh në shtator, i kom tregu mjekës time, i kom thonë kom qenë në Kosovë, jam kontrollu, më kanë thonë, s'ke kur gjë. Mirë po, unë s'kom marrë kur far letre si dëshmi. Edhe fati im, ajo këm nguli që unë ta bëj edhe një kontroll atje, sepse tha, nuk kam mundësi me mbyll çështjen në kompjuter, me që ti s'm ke sjell kur gjë për Kosovës, do me thonë është vetëm fjala jote që mu nuk më krym punë për me mbyll çështjen. Caktoj një takim pas 2 javësh, unë e humba isha në një intervistë pune për mësuse dhe shkova në intervistën e punës edhe u vonova për takimin ke mjeku. Edhe më telefonoj mjekja ime shumë. Mjekja të telefonoj ty? Po. Okej, çfarë kujdesi? Shumë superlativ. Unë jam me atë mjekësi familjare, është klinik e mjekësisë familjare në High Street Kensington, edhe ajo është nënën e perëndimore të Londrës, ku kam jetuar si fillimisht. Edhe më telefonoj, tha, nuk ka mundësi që e ke humbë këtë takim, thash po të kërkoj falje, shumë, se unë e disha, nuk kam pas asnjë lloj intuite. Për herë të parë në jetë, kom qenë ashtu shumë e gëzueshme, më falni. Edhe jam ndje mirë, nuk kom pas asnjë lloj simptomi, po në një anë dhe psikologja ime pastaj që jam që këshillohem edhe sot e kësaj dite më ka thonë që ka mundësi që edhe truri instiktivisht ka dosht me ik ballafaqimit me mjekësinë angleze, do me thonë je mjaftu me ato, këta po thojnë mirë në Kosovë, ato që t'ka pëlqy. Po, ato që m'ka pëlqy, ato që kom dashtun e me ndëgju. Edhe kur ma ka caktu tjetrin takim mas 2 javësh, veç për hatër të saj kom shku. Do me thonë, veç për me abo qefin asaj. Tipike shqiptare. Tipike, komplet edhe. Kom thonë, okej, po shkoj, kur jam kontrollu atë det, në ftyrën e mjekës që e ka vendos ultrazonin në gjoksin tim, e kom po që diçka vërtet nuk është në rregull shumë. Që thojnë anglisht big time. Edhe jo mundu me atë mjekën angleze jo mundu me ngushlu, i kom thonë, mirë jam one, nuk kam kur gjë se jam kontrollu në vendin tem, edhe atje më kanë thonë, jam okej, nuk është diçka e madhe, edhe ajo më një mënyrë mundu me qesh, tha, ani s'ka lidhje, nap unë pe kry punën tem, i tha motrës, afroj mjetet tjera, edhe më tha, pa tjetër më do të me danë anestezian lokal, me i marrë disa mostra, edhe bisedojshëm për Kosovë, cilit ven një, ku ke qenë më kontrollu, tha, unë jam e Kosovës, si Rita Ora, Dua Lipa, tha, për Ritën e kom dit, për Dua Njo, edhe më bëjke muni shumë mirë, edhe më shteke me keshi, dite ke do kongë tyne, po nuk është se jam shumë e informume. Gjatë procesit u bë këtë muhabet? Po, gjatë procesit që ma dha anestezionin, gjatë procesit që e vendosin një lloj gjilpëre që mundet me marë biopsin. Me thonë me i këput një 10 mostra, 8 ose 10 nëse s'ka bëj, se ka qenë 2017 edhe
nuk është fort që e menoj atë pjesë jetës. Edhe të bëhaj gare, tha shumë mirë, a ki ti vajza, thash jo veç 2 djem, okej, tha se në kështë bo dhe tha se Kosova si një vend i talenteve, thash jo kemi edhe futbolista, njoftëm për djem, edhe kalova shumë mirë, nuk pata as dhimbja, as kur gjë, nuk e ndjeva gjatë kohës që i murë ato, edhe të fol me atë, as nuk e vresha qka është të buaja në trupin tem. Edhe më tha, ma 10 ditë vinë rezultatet, i kom tregu vetëm 3 personave, me thonë shoqës tem të ngush Venerës, që e kam ma shumë se shoqe, motër gjithë shka, motra em Lendita dhe nusja vllaut Vjosa.